Shpëtim Halili nga fshati Sopot i Tropojës është 62 vjeç. Prej 35 vitesh ai merret me blegtori dhe mbarshtrimin e baktive të IMTA. Aktualisht ka rreth 70 dhi dhe çdo ditë si në verë ashtu edhe në dimër del për kullotjen e tyre, teksa tregon vështirësi që has për mbashtrimin e baktive në zonat malore të Tropojës. Një tetë më shtetin 35 vjet më këta. Me këto, a? Sa krerë? Jo, një 70 cupa. Janë tuta? Po të mijat me që të ha buk. Aha. A si lloj punës kom tjetër. Jam vetë shtati. Ma në familjen, a? Po, ma familjen. Çdo ditë del mi kullota? A? Çdo ditë del mi... Po, çdo ditë janë veç mal. Çdo ditë. Sa e vështira është mi majta? O, vështira, si llit mo. Aha. Shumë vështira. Pse a vështira? Pa dimen e verjet gjithë motin mal. Bërë, shinë, frymë, stuhi, temperaturë, dil, tëna, është shumë zërë. Dhe që ka më bo prej halli kjo. Sa orë ditë del mi kullota mi hetë? 8 orë, 9 orë, që ma shkuë. Verë shashe dinit të shkurtu, të argjën 7 orë, 8 orë. Cilën përru është më vështira, verë sa dimrit? Dimrit e më vështira? Dimrit e më vështira, se bje bërë, shenjë, stuhije, verje, fryme, malë du të më konë, gjithë mullë. Qënë malë mo? Nga baktit e IMTA, shpëtimi siguron për familjet qumshtin dhe produktet e saj, të cilat mbeten burimi kryesor i ushqimit dhe mbijetesës për familjen. Këto, a i sheta, që ka bon me to, që shfiton me to? Edhe atë shese, tamën e pak gjathë, sa me hëngre të buk. Qa ke punu maret? Gjithë bon me bujësi, në ferën, pyje, në kohët partijës. Cilët fshati? Nga Sopoti. Sopoti, ja. A kultivojnë shumë, a majnë shumë Sopoti? Ja, s'ka rrudi, s'ka kukushet. Veç ka i lupë, 2 lupë, 3 lupë, s'ka gjënë. Shpëtimi është ndër të paktet fermerë që kanë mbetur në fshatin Sopot dhe që vazhdojnë të merren me blegtori. Sipas tij, pothuajse të gjithë banorët janë larguar, ndërsa ata pak që kanë mbetur nuk janë të interesuar për mbajtjen e baktive as të IMTA dhe as të trashta. Son ka i ma kush, ka ikin tanë. Kush ka i ma. Kretë ka një gurbet, tria. Qa më bo? Trit hisë po interesohen. Ba zalasës, o zarë me rujtë. O zarë shumë vështirë. Sa litra qumë? Sa rëtë fitimi s'ki edhe as s'ki e trek as kur gjonë, duja heqë. As bagë, s'ka. Ma, lesi s'ki kuj që bagë të për s'ki. S'ka kush më që ka i ble, ikin tanë. Për sa për vjetë. Me hëngre të bukë. Qa mesazh i keti pra, a duhet të trit me Pasha dhe kush mu një ma mira, qarja. Jeta parë tonë, bështë të kanë jetuve. Parë tonë, tash jo një këtanë në përbot, që të kanë. Qa më bon? Historia e shpëtimit është historia e shumë fshatrave të Verilindjes, ku mungesa e kushteve, emigrimi dhe plakja e popullsisë po lën pas vetëm pak njerëz që ende rezistojnë. Në Sopot, si në shumë zona të tjera rurale të Tropojës, baktitë po paksohen dhe zërat e blegtorëve po shuhen bashkë me fshatin.